prioritet më shumë kuvendit. Ne dallojmë qëndrimet tona, edhe me opozitën më të madhe që është PD-ja, por natyrisht me pushtetin. Pse do të humbur kjo si mundësi? Ju s'm lejon kolegu për ta bërë. Jo, ideja është kështu që me drejt ndoshta kolegu ka një farë kështu paragjykimi, por nuk është mirë ta paragjykojmë pa u zbërthyer detajet, se këto janë thjesht propozime politike që në pamje të parë, siç ishte shohun, nuk është se të cënojnë përfaqësinë e partive të vogla. Formulat pastaj se si do ndërtohen në kod zgjedhor, se s'besoj se do jenë kushtetutë shkruara këto lloj formulash, po formulat e ndarjes dhe përfaqësimit, pastaj është çështje e një diskutimi tjetër, por në parim ulja e numrit në fakt këtë qëllim ka. Ulja e numrit është një përfaqësim më domethënës, më cilësor, më profesional, sepse 140 deputet nga 100, pra kur përfaqëson njëjtin numër popullsie, sigurisht me uljen e numrit tentohet merret nektari i përfaqësimit politik. Unë mendoj që nuk duhet paragjykuar pavarësisht frikrave që janë natyrshme se ne kemi precedentin e këtyre 30 viteve dhe sa herë që janë përfshirë dhe ato. Nuk është se, domethënë, duhet paragjykuar sepse duke parë se çfarë kanë bërë në 30 vite. Çfarë kanë bërë në 30 vite vetëm për të garantuar edhe njëri tjetrit. Më në fund po bëjnë politik dy partitë të mëdha apo vazhdojnë lojën e tyre të 30 viteve? Më në fund partitë politike po ja hedhin këtij populli si gjithmonë, domethënë. Pse? Po e para janë legjitime për ka bërë këtë punë? Po janë mazhorancë dhe opozita. Jo, nuk është mazhorancë. E ka bërë njëri gjatë pushatës tem do ndryshojmë kushtetutën? Absolutisht. Domethënë se po të kishte thënë për shembull Berisha do ndryshoj kushtetutën, mbase kishte marrë më tepër vota, mbase kishte marrë më pak. Mbase kishte marrë më tepër Rama, apo mbase kishte marrë më pak. Askush nuk e përmendi faktin që ne do ndryshojmë kushtetutën. Tha Shqipëria në Europë, pasaporta europiane, kjo u përmend, ai tjetri korrupsionin, domethënë to ishin temat e fushatës. Po. Tani imagjinoni një situatë të tillë. Del Lekazogu, edhe thotë duhet ta kthej në monarki. Dhe konkuron me Partinë Republikane. 70% e shqiptarëve nuk e votojnë. Sepse del PS-ja dhe thotë jo, se s'kena për të bërë në monarki. I merr 70% votave, shkon parlament, bën mbret Ramën. Do thuash ti është legjitime se mori votat e shqiptarëve? Okej. Nuk është ky legitimiteti. E mirë kuptoj logjikën tuaj, po. Nuk është ky legitimiteti që ti premton tjetër gjë, e sidomos për kushtetutën, se ne jemi mësuar me këto që mashtrohet për rrugën edhe për investimet e për pagat e për këto tjerët. Kjo është bërë tashmë, na është bërë lëkura e trash, nuk e ndjejmë më, po kjo pjesa. Nëse ke ndërmend të ndryshosh kushtetutën, bëhe pjesë të propozimit elektoral. Dhe pastaj populli të t'japi vota që të kesh legjitimitet ta ndryshosh. Bilet duhet shkosh dhe me draft. Ka ndërmend ta ndryshojë, ta bëj me 101, ose ta bëj me 2 dhoma, ose ta bëj. Pra, jep diçka që të marrësh vot dhe kur shkosh në parlament, të kesh legjitimitet për ta bërë. Jo thjesht numra. Jo thjesht kam numra se të kam premtuar që as kam për të hyrë të kushtetuta dhe pastaj. Përfaqësimi në parlament është përfaqësimi i 700 nga njëra anë dhe 400 nga ana tjetër. Po nuk kanë votuar ata për ndryshimin. Dakor, po është përfaqësimi i drejt për drejt parlamentit. Jo, nuk është drejt për drejt, është kushtetuta është një kontratë me gjë që nuk mund ta bësh në parlament. Përfaqësimi drejt për drejt është vetëm referendumi. Nuk është, ky është i deleguar, deputeti është i deleguar, i një vullneti tim. Është i lloj sikur unë ty të t'jap prokur për të shitur makinën, ti më shet shtëpinë. Domethënë, nuk ka lidhje, nuk ke legjitimitet për të bërë këtë punë. Okej. Në ana morale po themi, sepse po normal, sepse po pastaj po ti futesh dhe na teknika, dhe na teknika juridike, domethënë po, unë e di që ai është në brenda në vetës, por po ti futesh me themelin të gjykosh mbi bazë parimeve, nuk e ke legitimitetin për të futur e ta ndryshosh, bësh lëmsh kushtetutën. Kur nuk e ke pasur çështje në fushat, se kur e ke pasur, jam dakord me ty, e ke marrë një mandat të qartë për të ndryshuar kushtetutën. Mandati që ke marrë nuk është për ndryshuar kushtetutën. Mandati që ke marrë për parlament, ato 83 vota që ka 33 mandate që ka marrë Rama dhe të tjera që ka marrë Berisha, janë mandat qeverisje. Jo ndryshim kushtetute, jo ndryshim republike. Edhe Enver Hoxha pati mirësinë të bënte një asamble dikur që ndryshoi formën e qeverisjes.
në 45. Te logjik i bie që duhet marrësh patjetër 93 votën që të kesh legjitimitet. Jo, nuk është se duhet kesh 93 votë. Duhet ta reklamosh Duhet të shkosh një herë përpara se të shkosh në zgjedhje me një draft. Si mor 93, je legjitim për ta ndryshuar Konstitutën?